përdor akcizën në produkte të luksit apo në prodhime të ndryshme nga nafta e kanë ngrit akcizën në duhan dhe në alkool. Prandaj besoj që ka modalitete të ndryshme që mund të analizohen, mirëpo definitivisht në Kosovë mungon një gatishmëri për debat. Ata që rekomandojnë propozime të ndryshme apo ide të ndryshme shpallën padijshëm, siç ka ndodhur në këtë rast kur kemi dalë me propozim për ngritje akcizës apo të TVSH-s, duke na quajtur të paditur, por ky është realiteti, derisa në Japoni sheh këtë situatë alarmante, duke analizuar që nëse do të zgjat konflikti në Iran më tepër, për 8 muaj mund të kolapsoj një ekonomi që është më e fuqishme në G7, në G10 dhe në G20. Por si duket në Kosovë lufta për pushtet dhe komoditeti i krijuar shumë politikan po i verbron. Unë e di që do të veprohet, po do të jetë shumë vonë, sepse në ekonomi është sikur në mjeksi, është shumë me rrugës gjërat të evitohen sa të shërohen, e në Kosovë vërtet është një situatë shqetësuese, është një eksperiment që nuk mund ta kuptoj asnjë ekspert i fushës, por kjo është Kosova e vitit 2026, dëmtohet ekonomia, dëmtohet qytetari dhe sa do zgjat një avaz i tillë pak kush e din, këtë nuk mund ta dinë edhe ekspert më të avancuar që mirë me parashikime futurologjike në ekonomi. Patyshim që do ndalemi edhe tek lufta pasi që qytetarët po prekën direkt atë në rritjen e çmimeve të naftës, po para se dalim në këtë temë, e përmenda fillimisht inflacionin në 6.7%, nëse ky trend vazhdon, ku shkon Kosova me këtë inflacion?